Batje, por a jemi shoqëri paragjykuese kur bëhet fjalë për gjëra të tilla? Po, fatkeqësisht jemi. Në shumicën e paraqitjeve të mia publike gjithmonë e vnoj theksin te çështja që jemi shoqëni shumë më e palexueshme se sa shoqënitë e rajonit e lere ma shoqënitë e Europës. Prandaj edhe me këto vjen mandej edhe paragjykimi, edhe stigmatizimi që na dimi u bo personave të cilët nuk janë krejt si ne. Fatkeqësisht personat me autizëm po në shoqëni e përjetojnë një paragjykim dhe stigmatizëm, sepse kështu jemi rritë edhe mendojmë që me i largu është shumë ma letë se sa me u ndalë edhe me tentu të paktën me ju ndihmu. Ka raste, unë kom punu në institucionet arsimore dhe ka raste kur ka fëmijë me autizëm rana klasës, sepse na e dim që në Kosovë ekziston ky sistemi gjithë përfshirës, edhe ka shumë prind që refuzojnë që fëmija i tyre me ullë me fëmijën i cili veç është i diagnostifiku me autizëm. Kjo është shembulli ma tipik i një shoqënie e cila halon që është në gjendje me pranu diversitetin. Na kemi probleme i pranu edhe nacionalitetet e tjera, lërë mo gjana të tilla. Pra kemi prindër që refuzojnë? Kemi pas rast kur për shembull një prind është anku pse ka një fëmijë tjetër me autizëm në klasë. Do të thotë, ne si psikolog faktikisht kemi tentu vazhdimisht që me ngrit vetdijen edhe me informu vazhdimisht se pse është një fëmijë me autizëm prezent në klasë, nuk do të thotë që ka me shkaktu, do të thotë diçka negative të fëmija tjetër. Përkundrazi, unë mendoj që ka me rrit nivelin e empatisë, fëmija ka me pranu ndryshimin, do të thotë edhe ka me pa se ekzistojnë do të diversitete të ndryshme, edhe fëmija me autizëm në anën tjetër ka me zhvillu socializimin, ndërveprimin përmes modelimit, imitimit ka me zhvillu shumë shkatësi. Do të thotë momentin që ka gjana pozitive para vetës. Kështu që ka fatkeqësisht, do të thotë ka prind të cilët ankohen pse ka një fëmijë me autizëm klasë, ose që ngritën vetëm e vetëm për me largu atë fëmijë nga klasa.